Këtu jemi në vendin Korrehan ka thunë që ju ka dok mirë bujqësia. Bujqësia o shumë sa në ronë, shpesh nuk ndodhë shitet mali për ato dhe krushjon kanë emigru me të madhe që kanë lenë bujqësia në rritë, detyrosh. Po disa su në kuptojnë, për shamo kur e shojnë bujkit që si shitet jo pi moni shtrajt, jo ashtu ju ide nuk kini e truni, s'mun me imagjinu që funksionon bujku. Mirë me që të zanat, pas taj e kupton edhe botën e bujkët. Vesh qjeli ku të bëhet vrant, ti i lutesh Zotit mos më ra breshën, më ta shym verën, se punon tanë verën për 5 minuta. A bram, si po duket? Ja, për me vajtu. Me vajtu. Puna bujqësis. Je marrë vetë me bujqësia dhe kje emigrua. Shkaku i kësaj. Kuna mja spjegu këtë botë bujkit që se kuptojnë, që do për kraje, do... Aq më tepër organet qeveritare, njerëzit që përfaqësojnë shtetin e Kosovës, ata nuk kanë lidhje me bujqësi. Aktualisht edhe vetë ministri aktual i bujqësisë nuk ka lidhje me konceptin e bujqësisë si dek kryesor e ekonomisë. Unë e kam pa edhe në lajme e kam pa, kur shkon një stok edhe pyet ka shi tragjedisë që ndodhi me Breshër, i thot, a ka mundësi tash këtë arë me rikompenzu, dhe me thonë me mjell me diçka tjetër. Dhe me thonë i ke dëmit që ka ndodhë, dëm natyror kuptohet, por ai nuk u merke me dëmët e bujkut, por a ka mundësi edhe herë me shtinë riprodhim këtar. Kjo tragjike dhe tregon se politikat aktuale të bujqësisë janë zero. Mos plasimi i produkte është pika ma fundit e interesimit qeverisë për bujkën. Çka do me bë vitin tjetër ky bujk? Këtu në 1 hektar i ka shtit 3.000 euro dhe në 4.000 farë, plera dhe me ardhë dhe të ky produkt. Si qoni që shka arë, qyre, s'ka mi bëksajna. Është e turpshme, mos konsumimi, mos plasimi në treg e mos shitja këti produkti. Gjynapi Zotit është. Një produkt që po del jashtë shtetit, të manë balancin, po shitet tani edhe këtu. Si s'del jashtë shtetit, blokohet. Mirë po mua ma shumë më vjen zorë bujkin e solmojnë, dhe se me mbrojt bulkin tu e solmojnë, jo shtrajt, jo anë. O dhe mëra mirën ja 2 vjetë, ka të zëju në shkam bujqësia. Nuk ka nik rasisht rinia, nuk ikin rasisht. Krushjoni për talan që ka lenë bujqësi, po shkon në Gjermani, po më shito me pas perspektivë, po shka, nuk ik. Krejt të thjesht të vesh, duhet me dit me menu, me logjiku që thjesht, që krejt ju në kalë. Do të mu shit, mu hek, mu pastru ara. Që do me bo do të hinë, ky bujku aktualisht e ka plan, mi hi me bo frezimin, me shkatru komplet. Që edhe një gjo, Berat Hoti është njën nga djemt më të mirë të Krushës, që e ka promovue këtë farë plantacionin Korrehan ka tonë. Jo, më Berati i Marimit. A, Berati po. Berat Hoti. Ka pas qindra vizitorë këtë vend. Kanë qenë edhe zyrtarë shtetit që kanë orë dhe kanë vizitu. Do me thonë, Berati është mënu në maksimum me promovu bujqësin, me promovu të mirat e tona që ka i bojnë. Mirë po, në fund të është detyru, edhe Berati po emigron, po shkon në Gjermani. Edhe s'ka foj. Do me thonë, kur Berati që është mënu në maksimum, i kini pa këtë platacione me draza ka postua. Hini e këshyri fashën Korrehan ka thunë, e kini në Instagram, e kini në TikTok, në Facebook e shini. Mirë po, tash edhe Berati s'ka faj. Tash mu qu me sulmu disa që ka se njojnë bujqësin Beratin, duhet më konë shumë i padishëm edhe i poshtër. 2 koncepte janë tu. Njona për i tinve. Aj, gjinoj, Zotit. Gjithara. Edhe shfar bastoni, o më lo shalqin i mirë, o Zot. Se bot po mundohet rema ka marrë dhe punëtorët prej Shqipnis, mundohet me punu, po qka ka fajt ashtaj, bas primi aj. Çdo ditë ti punu, çdo ditë. Ai s'u pagun as punëtorët tash.
Për këtë tem, kisha preferu me fol ata që në marrë me bujqësi edhe që mirë në bujqësi. Tjertë që se njojnë këtë lami, imaginata e tynëve, ata duhet më marrë, do më thonë duhet me ra prej dardhës, tali me kuptu këtë jetë. I shoh plot njerëz aty veç komentojnë, çka din ti për bujqësi? Për çka komenton ti? Leja që marr leja bujkit, ai e kupton këtë botë. Çdo kush lamit vet. Se këtu krejt bëhen eksperta, bëhen mjek, bëhen inxhiniera, urën ta bën projekt këtu, 2 vjet shkollë si ka, për me lidh me hastat unë në rreqi. Ku e nëjshi si shaki kryti, shka din ti në drejti, shaki pënuti. Që pe din ti. Sa një ka hongër drazë këtu sa fëmijen. Dish bë sa fëmi ka pas baramber. Për gjitha anëve të Kosovës ka në ardhjën knaq. Shumë ka pas vizitorë kjo. Kjo blandacion shumë ka pas fëmi. Janë knaq, po. Të rejnë sa ata kanë. Dhe kemë përnu ka kanë mu qakta. Dhe vetash, edhe i shkon gërbet. Me i ka livru veç. Krejt mjetet punës. Edhe ky mërzitët edhe thot hajde bre se heca dhe une për Kosovë se shpirti mu ka lodhë. Mu ka lodhë shpirti. Mund, djersë. Cilit fshat jeni ju? Kuk qytet brenda. Po? Berati këtu e muarimi e i mirë Berako, po. Me plantacion, me krejt, po. Qka ti bësh? Baron kanë tonë, leshte kanë ditë mirë. Tash, i kemë bo sa me të bok pinë Coca-Cola, menyja sajnë bastone e pjepna. Ku shkon mëra Coca-Cola, ku i bet Coca-Cola e shpepsi për bastone për pjepna më. Ej, zot një mona ndë pashtru. Kem kërku sa kemi mujt me bo thirrje. Ende kërku s'janë. Rrjetet sociale i një moti, ku e marrë unë me rrjetet sociale, tjerë s'kanë postu se s'kanë pas interes, sepse pa pagesë ka qenë. Kom incizu për dëshmorë gjitha tonë të tjera. Thojnë pse fukarohë, se kanë që ku e kanë fukarot, po fukaroja ka qep me zgatë dorë me marrë tazër. Do të mja qunë shpi edhe një pranoft. Që ku e kanë edhe kjo ka njësë më prishtu në fshatë. Kush o fukarohë, dhe mani, kush pjernarë. Edhe këtë gjonë e di, shka komentohet e teke. A përshini që është prish. Një 2 metrë rushje di shka thënë fukarojës, hajde, qeke fukaroja. Aj, më koni punës, shkon punon. Aj, pëjton marë me marë. Në shpi mja qu, mja shkarkue. Kem dimu nga fukara me vite e vite. Si fshatë. Sidomos ku i kanë largu punëtor për punës 99 misë shumë bujqësi, ku duke mja qunë nimët të shpia, a i rike nërhije. Për burrat mirë e për njerëz të mirë jemi vetë. E ata që shesin moral tani, për ato i nali edhe komentës se s'dorohen. Edhe për Homan kanë ndimun lufte, çdo gjaje të Kosovës ka dhonë këtë vend. Tek edhe me gjak fund të la.